marse në revoltën qytetare të rrëzimit të postit, aktoren e mirënjohur, Raimonda Bulku. Mirëmbrëma të dashur qytetarë të Tiranës, qytetarë të gjithë Shqipërisë, të dashur demokrat. Ju falenderoj që sot doni edhe nga unë një fjalë, të them dhe të kujtoj atë ditë historike të 20 shkurtit 1991, ku ne ishim të gjithë bashkangjitur me grevën heroike të studentëve tanë, bashkangjitur me ta, nuk patëm frikë. Luftuam kundër një ushtrie që nuk duhet haruar që ishte akoma Partia Komuniste në krye. Kishim një frym të dashur qytetar, të gjithë bashk, hoqëm frikën, morëm guximin ton, sepse deshëm lirin, deshëm të rëzonim sistemin më të egër komunist që na kishte zamtuar dhe humbur lirin ton për shumë e shumë vite. Të dashur qytetar, dua të kujtoj atë frym dhe të sjellim këtu sot, atë dëshirë për të jetuar bukur në Shqipërinë tonë të bukur, që na ka falur Perëndia të bukur, por ta bëjmë për jetët tona, për fëmijët tanë, për nipërit tanë, të kenë mundësi të jetojnë më mirë, sepse ju takon në vendin e tyre të bukur. Të kenë mundësi të punësojnë këtu dhe të mos ikin, dhe mos braktisin këtë vend të bekuar. Zoti ka bekuar Shqipërinë, por Zoti bekoft dhe shqiptarët.